Surja El Hadid, Medinase, 29 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Allahun e lartëson çdo gjë që është në qiej dhe në tokë. Ai është i plot fuqishmi, i urti. Atij i përket sundimi i qijeve dhe i tokës. Ai i jep jetë e vdekje dhe është i fuqishëm për çdo gjë. Ai është i pari dhe i mbrami, i dukshmi me argumente dhe i padukshmi me sy. Ai është i dijshëm për çdo gjë. Ai i krijoi qiejt dhe tokën për 6 ditë, pastaj u ngrit mbi fron. Ai e di se çfarë hyn në tokë dhe çfarë del prej saj, çfarë zbret prej qiellit dhe çfarë ngjitet drejt tij. Ai është me ju kudo që të gjendeni. Ai sheh gjithçka që bëni. Atij i përket sundimi i qiejve dhe i tokës. Tek Allahu do të kthehet gjithçka. Ai e ndërfut natën tek dita dhe ditën tek nata. Ai e di çfarë ka çdo kush në krahëror. Besoni Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe shpenzoni nga ato që ai ju a ka lënë trashëgim, se për ata midis jush që besojnë dhe shpenzojnë për bamirësi, do të ketë shpërblim të madh. Çfarë keni që nuk besoni në Allahun, ndërkohë që i dërguari i tij ju fton që të besoni në Zotin tuaj, i cili tashmë ka marrë besën prej jush. Atëherë besoni, nëse jeni besimtar të vërtet. Është ai që i ka zbritur robit të vet shpallje të qarta për t'ju nxjerrë nga errësira në dritë. Allahu është vërtet i butë dhe mëshirëplot me ju. Atëherë çfarë keni që nuk shpenzoni në rrugën e Allahut, ndërkohë që vetëm atij i përket trashëgimia e qijeve dhe e tokës? Nuk janë të barabartë ata që kanë shpenzuar dhe kanë luftuar para fitores me ata që kanë shpenzuar dhe kanë luftuar më pas. Ata kanë shkallë më të lartë, mirë po Allahu u premton të gjithëve më të mirën, xhenetin. Allahu e di mirë atë që bëni ju. Kush është ai që do t'i jap vullnetarisht Allahut një hua të mirë, që ai pastaj t'ia kthej shumë fish, veç kësaj për atë do të ketë shpërblim fisnik, ditën që do të shohësh besimtarët dhe besimtaret me dritën e tyre që shkëlqen, para dhe në të djathtë të tyre, e do të thuhet: lajmi mirë sot për ju, kopshtet e xhenetit, në për të cilat rrjedhin lumenjt e ku do të banoni përgjithmonë. Kjo është fitoria më e madhe. Atë ditë, hipokritët dhe hipokritet do të thonë besimtarve: na prisni edhe ne që të marrim nga drita juaj. Por atyre do të thuhet: kthehuni prapa e kërkoni tjetër dritë, dhe ndërmjet tyre do të vendoset një mur me portë. Brenda saj ka mëshirë, kurse jashtë saj ka dënim. A nuk kemi qenë me ju, do të thrasin ata. Po, do t'u përgjigjen, por ju e quat vete në tundim, pritët, dyshuat dhe u mashtruat nga vetë dëshirat tuaja të kota, derisa arriti urdhëri i Allahut e djalli ju mashtroi për Allahun. Sot nuk pranohet prej jush kur farë shpërblese, e as prej atyre që nuk kanë besuar. Zjarri është vendbanimi juaj. Ai është për ju. E sa vendbanimi të tmerrshëm që është ai. A nuk ka ardhur koha për besimtarët e vërtet, që zemrat e tyre të përulen para këshillave të Allahut dhe para të vërtetës që ai ka shpallur, e të mos bëhen si ata që ju është dhënë libri më parë. Me kalimin e një kohe të gjatë, zemrat e tyre u ngurtësuan dhe shumë syresh janë të pabindur.
Dijeni se Allahu e ngjall tokën pas vdekjes së saj. Ne ju sqarojmë shpalljet në mënyrë që ju të kuptoni. Ata që japin lëmosh e që i japin Allahut një hua të mirë, qofshin burra ose gra, do të shumë fishohet përfitimi dhe do të kenë një shpërblim fisnik. Ata që besojnë Allahun dhe të dërguarit e tij, pikërisht ata janë njerëzit e sinqertë. Dëshmorët do të kenë te Zoti i vet shpërblimin dhe dritën e tyre. Kurse ata që nuk janë besimtar dhe i mohojnë shpalljet tona, do të jenë banor të zjarrit. Ta dini se jeta në këtë botë nuk është tjetër veç se lojë, dëfrim e zbukurim, si dhe mburrje ndërmjet jush e rivalitet për më shumë pasuri dhe fëmijë. Ajo i shëmbëllen bimës, e cila pas shiut rritet dhe i gëzon bujqit, por më vonë zverdhet, thahet dhe mbetet pa vlerë. Në botën tjetër ju presin vuajtje të mëdha, ose falja e Allahut dhe kënaqësia e tij. Jeta në këtë botë është vetëm kënaqësi e rreme. Prandaj, rrekuni me njëri tjetrin, duke kërkuar falje prej Zotit tuaj dhe një kopsht të gjerë sa qielli dhe toka, që është e përgatitur për ata që i kanë besuar Allahut dhe të dërguarve të tij. Ajo është mirësia e Allahut që ai ja jep kujt doj, e Allahu ka mirësi të pafund. Ska fatkeqësi që godet tokën dhe ju, që të mos jetë shënuar në libër Leuhi Mahfudh më parë se ta krijojmë atë. Kjo për Allahun është vërtet e lehtë. Këtë përcaktime kemi bërë që ju të mos dëshpëroheni për atë që ju ka kaluar, por edhe për të mos u gëzuar së tepërmi për atë që ai ju ka dhënë. Allahu nuk i do kryelartët mburravec, e as ata që përveç se janë vetë koprac, i nxisin edhe të tjerët në kopraci. Kushdo që nuk ja vë veshin kësaj, le ta di se Allahu është i vetëmjaftueshmi dhe i denjë për çdo lavd. Ne i quam të dërguarit tan me prova të qarta dhe bashkë me ta zbritëm librat e shenjtë dhe peshoren e drejtësisë, që njerëzit të veprojnë drejt. Ne e zbritëm hekurin, në të cilin ka material për luftë të fuqishme dhe dobi të tjera për njerëzit, me qëllim që Allahu të njohë ata që e ndihmojnë atë dhe të dërguarit e tij, pa e parë atë. Me të vërtet, Allahu është i fortë dhe i plot fuqishëm. Sigurisht, ne dërguam Nuhun dhe Ibrahimin, e udhëruam trashëgimtarëve të tyre profecinë dhe librin. Disa syresh ishin në rrugë të drejtë, kurse shumica prej tyre ishin gjynaqar të pabindur. Pas tyre, ne quam të dërguar të tjerë, mandej dërguam Isain, të birin e Merjemes. Ne i dham atij ungjillin, kurse në zemrat e pasuesve të tij mbollëm butësi dhe mëshirë. Sa për murgërin, ne nuk ua urdhëruam atë, por ata e shpikën vetë për të arritur kënaqësinë e Allahut. E megjithatë, ata nuk u kujdesën si duhet për të. Kështu, ne u dham besimtarëve të vërtet prej tyre shpërblimin e merituar, sado që shumë prej tyre janë të pabindur. O ju, i thartë e librit, që besuat në Musain dhe Isain, ruajuni Allahut dhe besoni në të dërguarin e tij, Muhamedin, se ai do t'ju dhuroj pjesë të dyfisht nga mëshira e vet, do t'ju jap dritë me ndihmën e secilës do të ecni dhe do t'ju fal. Allahu është falës dhe mëshirë plot. Dhe le ta dinë i tharët e librit
se ata nuk kanë as pak fuqi mbi çfarëdo mirësie të Allahut dhe se mirësia është vetëm në dorën e Allahut. Ai ja jep kujt doj. Allahu zotron mirësi të pakufishme.